Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë lajmet e orës 3 në RTK. Gjykata themelore në Pej ka shpallur akt gjykim dënues ndaj Jon Hotit, të cilin e ka dënuar me 24 vjet e gjysmë burgim për vrasjen e dy fisht me 13 nëntor 2024 në Klin. Sipas akt gjykimit të shpallur nga gjykatësi Shaq Curri, Hoti për veprën penale vrasje rënd u dënua me 24 vjet burgim, kurse për armbajtje pa leje u dënua me 1 vit. Ndaj tij gjykata shpalli dënim unik prej 24 vjet e 6 muaj burgim. Policia e Shqipërisë ka njoftuar se ka arrestuar 10 persona dhe 2 të tjerë ka shpallur në kërkim pasi dyshohen për trafikim të armëve nga Kosova në Shqipëri. Operacioni policori koduar si puzzle, sipas njoftimit të zhvilluar pas një hetimi 5 mujor. Nga hetimet thuhet se dyshohet që këta persona, pasi siguronin armë zjarri kryesisht në Kosovë, por edhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë, i dërgonin ato në Tiranë për t'i shitur. Gjatë operacionit janë sekuestruar 14 armë zjarri. Ushtarët e policisë ushtarake caktuar në komandën rajonale lindje të misionit të udhëhequr nga NATO KFOR kanë përfunduar me sukses një trajnim të përbashkët për armët së bashku me pjesëtarët të ushtrisë polake. Në njoftimin e KFOR-it thuhet se qëllimi i ushtrimit është ruajtja dhe përmirësimi i aftësive të shtënave nëpërmjet testimeve individuale me armë, duke garantuar një nivel të lartë gatishmërie dhe sigurie. Sipas KFOR-it, ky mision punon ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in në kuadër të përgjegjësive të tyre për reagim ndaj situatave të sigurisë. Partia Demokratike e Kosovës ka nisur betejën ligjore kundër vendimit të ZRE-s për kalimin e bizneseve në treg të lirë. Deputeti Abelard Tahiri në një konferencë për media bëri thirrje për pezullimin e këtij vendimi. Ai tha se do të presin 15 ditë për ta anuluar dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë do ta procedojnë në departamentin administrativ. Ky vendim i paligjshëm është një vendim i cili e rëndon jetën e qytetarëve në vendin tonë, sepse ngritjen e çmimeve, qofshin ato të produkteve ushqimore, qofshin të produkteve tjera në shfrytëzim ditor të qytetarëve të Republikës së Kosovës, e kanë të pamundën ta përballojnë pra këto kosto të lartë me këto tyra të vogla që kanë nga rritja e çmimeve që do të pasojë nga ky vendim jashtëligjshëm i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike të Kosovës. Ne do të presim 15 ditë pra për një njoftim nga zyra rregullatorit të energjisë për ta anuluar pikërisht këtë vendim, dhe nëse brenda 15 ditë ata nuk kthejnë përgjigje apo nuk anulojnë vendimin, ne normalisht në ditën e 16 do ta procedojmë në departamentin administrativ. Është vënë gurthemeli i shkollës Nuhi Gashi në Bradash. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe zyrtar të Ministrisë së Arsimit e të Komunës së Podujevës, ndërtimin e shkollës e vlerësuan jashtëzakonisht të rëndësishëm. Do të kushtoj ofër 625.000 euro, një sipërfaqe gjithëmbarshme për 1330 metra katror, në 2 etazhe, me hapësirë për administrat, me toalete moderne, që përfshin edhe ato për fëmijë me nevoja të veçanta, dhe kjo është lajm i mirë për arsimin, për Bradashin, për Podujevën dhe për të gjithë prindrit të cilët do t'i sjellin fëmijët e tyre në shkollën Nuhi Gashi, pra në shkollën e cila e mban emrin e një mësuesi të devotshëm e bashkëluftëtarit të Shaban Polluzhës. Është objekti nënt shkollor për këto 5 vite të qeverisës së Lvizës Vetëndosje këtu në Podujevë, pa i llogaritur edhe 8 të objekte të qerdheve të cilat janë investuar gjatë këtij mandati, dhe po punojmë shumë bashkërisht edhe me qeverinë e vendit, me Ministrinë e Arsimit, që për ditë më shumë t'ju krijojmë kushte sa më të mira nxënësve tanë. Janë ndërtuar 5 shkolla, 3 qerdhe nga ana e ministrisë, por janë dyfishuar numri nga ana e komunës. Është investuar në inventarizimin e dikon 25 objekteve shkollore dhe qerdheve. Janë pajis 10 shkolla me kabinete dhe laboratore, 3 shkolla me sallat edukatës fizike dhe shumë investime. Kosova shënon ditën botërore kundër duhanit me thirrje kundër përdorimit të tij.
Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike organizuan konferencë për media ku diskutua për sfidat dhe përpjekjet institucionale për reduktimin e duhanpirjes në vend. Kemi fuqizuar edhe kapacitetin inspektues, përmes rekrutimit të rreth 30 inspektorëve të rinj shëndetësor që kanë ndihmuar në zbatim të ligjit. Por, natyrisht, të nderuara media, të dashur qytetar, kjo akoma nuk është e mjaftueshme dhe mbetet dhe po vazhdon të mbetet një sfidë serioze. Prandaj, kohëve të fundit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, po përgatisim një plan për angazhimin e rreth 100 vetave shtesë që ky ligj të zbatohet në përpikëri në të gjitha vendet ku nuk duhet të pihet duhani. Gjithashtu janë realizuar edhe fushata të vazhdueshme edukuese dhe materiale vëdisuese në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe AQH-ja, në shkolla, në institucione shëndetësore dhe në rrjetet sociale. Që nga hyrja në fuqi e ligjit për kontrollin e duhanit në 22 maj të vitit 2013, volumtimet që janë zhvilluar nga instituti qoftë GYC, që është zhvilluar GYC 2 Kosova në vitin 2016, qoftë STEPS në vitin 2019, për fat mirë kanë nxjerrë atë që ka qenë edhe shënimi i ligjit, do të thotë uljen e prevalencës së përdorimit të duhanit në vendin tonë. Ky ligj është një hap i guximshëm, por është i drejtë. Edhe ky ligj nuk synon të penalizojë qytetarët, por të mbrojë shëndetin e tyre dhe të brezave që vinë. Ne nuk mund dhe nuk duhet të lejojmë që fëmijët dhe të rinjtë tanë të bëhen një tregiri për industrinë e duhanit. Në emër të KADC-s dhe të gjithë partnerëve që mbështesin këtë reformë, ftojmë Kuvendin e Kosovës, institucionet përgjegjëse dhe shoqërinë civile që të veprojmë tani për një të ardhme pa typ, pa mashtrime dhe pa varësi. E ndërkohë Franca i ka shpall luftë pirjes së duhanit në vendet publike. Nga një korriku pirja e duhanit ndalohet në plazhe, parqe dhe përreth shkollave. Teracat e bareve dhe kafeneve përjashtohen nga ligji i ri. Hapësira ku është ndaluar pirja e duhanit në Francë është zgjeruar dhe nga një korriku ndalohet pirja e duhanit në plazhe, parqe, kopshte dhe përreth hapësirave ku ndodhen shkollat. Aty ku ka fëmijë, pirja e duhanit duhet të zhduket, ka thënë Ministria e Shëndetësisë. Qui meurent tous les jours du tabac. 75 000 personnes par an. C'est 150 milliards d'euros de dépenses publiques. Terracat e bareve dhe kafeneve janë vende ku mund të vazhdon të pihet duhani. Ky është një hap i madh i marrë nga qeveria franceze për t'i dhënë fund pirjes së duhanit nëpër vendet publike. Megjithatë, ka qytetarë të shumtë që nuk janë të gëzuar me ligjin e ri. Është për të ardhur pak keq, por kjo po ndodh për shkak të ndotjes, prandaj duhet të pajtohemi, ka thënë një qytetare. Catherine Vautrin, Ministria franceze e punës, shëndetësisë dhe solidaritetit, ka thënë se në Francë vazhdojnë të vdesin nga 200 persona në ditë si pasojë e pirjes së duhanit, apo 75.000 persona në vit, e kjo buxhetit të shtetit i kushton rreth 150 miliard euro. Dënimi për shkeljen e ligjit apo pirjen e duhanit në vendet publike, secilit do t'i kushtoj 135 euro. E në Mbretërinë e Bashkuar, nga e djela e 1 qershorit ndalohet shitja e atyre që njihen si cigare elektronike një përdërimëshe. Nesër mbahet seanca e radhës për konstituimin e kuvendit. Pra, dje ka dështuar edhe tentimi 23 pasi përsëri nuk kaloi propozimi i kryesuesit për formimin e komisionit për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Pasi nga 111 deputet sa ishin në sallë, vetëm 55 votuan për. Si rjedhoi kryesuesi Avni Dehari, e ndërpreu seancën dhe paralajmëroi seancën e radhës për të shtunën në orën 10:30. Pas përfundimit të seancës para mediave, u deklaruan zyrtarët e partive politike të cilët kritikuan sërish njëri tjetrin për ngërçim politik. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pranuar letrat kredenciale nga ambasadori i ri i Hungarisë në Kosovë, Laszlo Dux. Gjatë ceremonisë, Osmani i uroi mirëseardhje ambasadorit Dux duke theksuar faktin se Hungaria ka qenë ndër vendet e para që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ajo vlerësoi marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve dhe shprehu përkushtimin për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, veçanërisht në arsim dhe ekonomi.
Zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Bislimi ka pritur në takim ambasadorin e Luksemburgut në Kosovë Erik Djec. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se ata diskutuan për marrëveshjen e re dypalshe në kuadër të së cilës qeveria e Luksemburgut ka rritur shumën e financimit për Kosovën në 50 milion euro, nga 35 milion sa ka qenë më herët. Kjo marrëveshje për vitet 2026-2030 pritet të nënshkruhet në takimin e 10 bilateral që do të mbahet në Luksemburg gjatë muajit korrik të këtij viti, thuhet në njoftim. Instituti GAP ka publikuar analizën e re me titull Në kërkim të zgjidhjes, problemet përmbarimore në komuna, ku ngresh shqetësimin për përkeqësimin e gjendjes financiare të komunave të Kosovës, si pasojë e obligimeve gjyqësore dhe përmbarimore. Sipas raportit, gjatë periudhës 2022-2024, komunat kanë shpenzuar mbi 163 milion euro për pagesat të detyruara nga vendimet e gjykatave dhe të përmbaruesve privat. Kjo barë financiare ka detyruar disa komuna të kërkojnë ndihmë nga niveli qendror, ndërsa të tjera janë detyruar të pezullojnë projektet kapitale. Partitë politike kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet komunale me prezantimin e kandidatëve për kryetar të komunave. Kështu lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se në komunën e Podujevës sërish kandidat do të jetë Shpejtim Bulliqi, ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar se kandidat për kryetar të Gjilanit do të ketë Arbër Ismailin. Zgjedhjet komunale në Kosovë pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti. Izraeli ka pranuar një propozim të ri të SBA-s për një anëpushim të përkohshëm me Hamasin, duke nënshkruar planin e të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe se ishte duke pritur për një përgjigje zyrtare nga Hamasi, tha Shtëpia e Bardhë. I dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, shprehoi optimizëm në fillim të kësaj jave për ndërmjetësimin e një marrëveshje për të ndaluar luftën Izrael-Hamas dhe kthimin e më shumë pengjeve të kapur në sulmin që ndezi atë. Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, u tha gazetarëve se Izraeli mbështeti propozimin e ri. Zyrtarët e Hamasit i dhanë draftit të miratuar nga Izraeli një përgjigje të ftohtë, por thonë se donin të studionin propozimin më nga afër përpara se të jepnin një përgjigje zyrtare. Witkoff nuk e ka publikuar propozimin e tij të fundit, por një zyrtar i Hamasit dhe një zyrtar egjiptian konfirmuan në mënyrë të pavarur disa nga detajet. Ata thonë se plani kërkon një pauzë 6 ditore në luftime, garanci për negociata serioze që çojnë në një armëpushim afatgjatë dhe garanci se Izraeli nuk do të rifillojë armiqësitë pas lirimit të pengjeve, siç e bëri në mars. Forcat izraelite do të tërhiqeshin në pozicionet që mbanin gjatë armëpushimit që Izraeli përfundoi atë muaj. Hamasi do të lironte 10 pengje të gjalla dhe një numër trupash gjatë pauzës 6 ditore në këmbim të më shumë se 1100 palestinezëve të burgosur nga Izraeli. Çdo ditë qindra kamion që transportojnë ushqim dhe ndihmë humanitare do të lejohen të hyjnë në Gaza, ku ekspertët thonë se një blokadë gati 3 mujore izraelite e ka shtyr popullsinë në prag të urisë. Izraeli vendosi një blokadë totale në Gazë dhe rifilloi ofenzivën e tij ushtarake kundër Hamasit më 18 mars, duke rrëzuar një armëpushim 2 mujor të ndërmjetësuar nga SBA, Katari dhe Egjipti. Pothuajse 4.000 njerëz janë vrarë në Gaza gjatë 10 javëve të fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e drejtuar nga Hamasi. Të nderuar shikues, faleminderit për vëmendjen. Këto dhe lajmet më të fundit, mos harroni, mund t'i ndiqni edhe në rrjetet sociale, gjithashtu jemi gjithmonë live edhe në rtk live.com. Faleminderit për vëmendjen.